Ishte një njeri që shiste qumsht dhe ai e shiste atë të llojit të mirë, të pastër, andaj kishte shumë klient. Një ditë, protagonisti ynë vendosi të shtoj fitimin e tij, kështu që ai përziu gjysmën e qumshtit me ujë. Si zakonisht, ai shkon në treg dhe shiti qumshtin e përzier, sepse ata i besuan atij dhe ishin marrë vesh me të për një kohë të gjatë. Kështu ai fitoi 2 fishin e fitimit, andaj ishte i lumtur për fitimin e tij të ri. Rrugës për në shtëpi, ai ishte i raskapitur, prandaj vendosi të pushonte pak në hijen e një peme përballë lumit. Ndërkohë, një majmun zbriti nga pema dhe ja merr çantën me para, kurse shitësi bërtiste dhe i lutej majmunit që t'ia kthente çantën me para. Majmuni hapi çantën dhe një copje e hodhi shitësit dhe një tjetër e hidhte në lum, dhe kështu vazhdoi të vepronte derisa çanta u bë bosh. Më pas, shitësi mblodhi paratë që i kishte hedhur majmuni. Ai dhe u habit kur i numëroi paratë se ishin të barabarta me çmimin e qumshtit të patrazuar. Atëherë, ai qeshi dhe tha këtë thënie: "Qumshti është për qumsht, kurse uji është për ujë." Andaj, që nga ajo ditë vendosi të mos përzihet qumshti me ujin, kështu që thënia e tij u bë shembull që përsëritet brez pas brezi. Mashtrimi nuk është as i zgjuar dhe as inteligjent. Majmuni ekziston në forma të tilla si sëmundje, vjedhje, humbje në makinën tuaj, humbje në punën tuaj, lodhje mendore, mungesë gjumi të qetë, grua shpenzuese e madhe apo biri i korruptuar, shfrytëzimi nga dikush tjetër që i është dhënë pushtet ndaj teje, buri i pacip në fjalë, vepër dhe forma të shumta të majmunit. Vallë, a nuk kuptoni se harami kurrë nuk mund të bëhet halal?